E sot në emision kemi edhe një të ftuar shumë të veçantë, një njeri që ndër vite ka qenë edhe në shërbim të komunitetit dhe atyre që kanë më së shumti nevojë, është zotri Bejxhuddin Shahapi, kryetari i organizatës humanitare El Hilal, një institucion që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në ndihmën ndaj familjeve me nevojë, veçanërisht gjatë muajve të shenjtë siç janë muaji Ramazanit, festat e Bajramit. E sot do flasim për aktivitetet e fundit, sfidat me të cilat përballet dhe kjo organizatë, bashkëpunimet, projektet e saj e gjitha informacionet rreth kësaj organizate humanitare që ekziston më ndër vite dhe të gjithë normalisht i ndihmon, të gjithëve ju ndihmon dhe është aty për të gjithë që kanë nevojë. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju lutem që aktualizoni këtë çështje mjaft e rëndësishme, që është një vlerë e njerëzimit, humaniteti në përgjithësi, bamirësia, dhe veçanërisht kur kjo temë aktualizohet gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, merr një kuptim plot, merr një dimension më fisnik, më komplet, dhe kështu uroj që çdo herë Ramazanit të jetë me aktivitetet në nduarta, me aktivitete në rend të parë të mirësisë, të bamirësisë në përgjithësi. Dhe shpresoj se do të zhvillim një bisedë të këndshme gjatë në këtë mëngjes, sepse aktivitetet e El Hilalit janë shumë dimensionale edhe gjatë këtij muajit të Ramazanit, në këtë vit kuptohet Ramazani, po ashtu manifestohet me aktivitete të nduarta, aktivitete kulturore, humanitare, fetare në rend të parë. Ne jemi përkushtuar më tepër humanitetit, ashtu siç edhe për atë edhe jam këtu, të solidarizohemi me njerëz, bëjmë aktivitete humanitare, ta bartim në mënyrë të denjë emanetin që dikush si emanet na dorëzon, deri te ata që kanë nevojë për atë emanet, dhe format të ndryshme të veprimit, vizita nëpër deg të organizatës, format janë organizimi i iftarëve, përgatitje pakove me artikuj ushqimor, pastaj ashtu siç edhe biseduam para se të fillon emisioni, po afrohet edhe festa e Bajramit, aktivitetet kanë filluar edhe përgatitjet për festën e Bajramit, dhe ky Ramazan mund të them, sikurse çdo Ramazan tjetër, kalon me aktivitete të begatë, dhe është një kënaqësi që nuk mund të përshkruhet me fjalë, kur je në gjendje të ndihmosh nevojtarit, skamnorit, atij i cili në moment gjendet në një hall, është hallexhi ose studentit, jetimit dhe kështu me radhë. Si janë mënyrat që planifikohet ju ndihmohet pikërisht këtyre gjatë këtij muaji? Pa shifni, ashtu si është një praktik në El Hilal, në organizatën tonë, e cila ma 34 vite vepron në këto treva, pa ndërprerje, është një organizatë e themeluar në vitin 1991 dhe me karakter volonter, kuptohet, nuk është organizatë profesionale. Të gjithë që janë të angazhuar në El Hilal, nga kryetari i organizatës deri te antarët e këshillit drejtues, antarët e kuvendit, degët, aktivistët në përdek, janë volonter, dhe aty është edhe kënaqësia e veprimit, sepse pa interes bëhet një aktivitet, realizohet një aktivitet mjaft fisnik. Forma kryesore e aktivitetit humanitar në Ramazan është ndarja e pakove ushqimore me artikuj elementar ushqimor,
Edhe si vjetë, si çdo Ramazan tjetër, kemi në kuadër të përcaktimeve tona programore, kemi komisionin për veprim gjatë muajit të Ramazanit. Komisioni koordinon me kreun e organizatës, me degët, me donatorët, dhe kështu që deri sot, domethënë është gjysma e Ramazanit gati nesër. Është bashkëpërndarja e ndihmave në ushqim për 230 familje. Deri më tani? Deri më tani. Që besoj doja prek numrin 500. Po, besoj se do të mbrin numrin 500, do shtë edhe do të kalojmë. 230 familje, domethënë artikuj ushqimor në pako ushqimore, edhe me ndihmën e degëve, edhe me ndihmën e donatorëve, që janë përplot me ushqim, pakot dhe mjaftojnë për 15 ditë për një familje 5 antarëse. Do të thotë një pako ushqimore me 17 artikuj brenda mjafton për një familje për një jetë normale për një familje 5 antarëse gjatë Ramazanit, dhe çdo herë pakot tona janë të pasura, të bujshme. Është bashkëpërndarja në Gostivar, në Tetov, në Shkup, në disa punkte, në degën e Sarajit, Çajirit, pastaj në Gazibab dhe kështu me radhë. Para fillimit të muajit të Ramazanit ne filluam një aksion edhe caktuam një vlerë, një shumë, ata që kanë dëshirë të jenë pjesë e aktiviteteve të Ramazanit mund të donojnë, dhe kështu janë mbledhur një sasi të konsiderueshme të mjeteve financiare, me çka janë siguruar këto pakot, por nga ana tjetër dhe bamirësit individual, qoftë kompani të ndryshme kanë përgatitur. Përveç kësaj, ne deri tash kemi organizuar një iftar, është një formë pak më ndryshe të aktivitetit të Ramazanit. Iftarët janë në tubime mjaft specifike për Ramazanin, iftarët e përbashkëta, sepse aty është ajo esenca është që nuk është çështja të ngopen njerëzit, është me ushqim, është primare të ngopen me shpirt, me atmosferën shpirtërore, me bukurinë e Ramazanit, dhe iftarët e përbashkëta ofrojnë këtë bukuri, kur ndahet iftari bashkërisht nevojtarët dhe bamirësit, volonterët dhe kështu me radhë. Atër vjen në shprehje të plotë dhe komponentet kryesore të Ramazanit, durimi, gëzimi, pastaj afrimi, solidariteti ndërmjet njerëzve, njohja ndërmjet njerëzve dhe kështu me radhë. Dhe kemi organizuar një iftar për 120 persona, dhe edhe një aktivitet që duhet të përmendet gjatë këtij muaji është kemi realizuar edhe një takim me studentët tonë bursistë, po ashtu në iftar, dhe studentëve është dhënë kësti i dytë të bursave, domethënë kësti i semestrit të dytë. Siç dihet, El Hilali ka një aktivitet programor bursa studentore, si vjet kemi 20 studentë, dhe ja edhe kanë marrë bursat, por nga ana tjetër edhe kemi ndarë një iftar të përbashkët me ata. Dhe gjithashtu në këtë Ramazan patëm edhe 7 marsin. 7 marsi është dita e mësuesit. Në ditën e mësuesit, gjithashtu El Hilali si një aktivitet programor e shënon këtë ditë të rëndësishme për arsimin shqip, dhe kësaj radhe pasi që u përputh me iftarët me Ramazanët, organizuam një iftar bashkërisht studentët dhe arsimtarët, doajenët, veteranët të arsimit, dhe disa mësuesve gjithsej 5 nga Velesi, Kumanova, Ohri, Tetova dhe Shkupi, dhe nga një mirënjohje për kontributin e tyre, për bamirësi dhe për ngritjen e
nivelit të arsimit shqip dhe kulturës në përgjithësi. Domethënë këto kanë qenë aktivitete gjatë Ramazanit. Neve na presin në pjesën e dytë edhe dy iftare të përbashkëta. Ku do i mbani të? Një iftar El Hilali organizon në bashkëpunim me shkollën private Maarif në Tetov, në kuzhinën e tyre. Do të jetë një iftar për 150 jetim dhe familje nevojtar me 21 dhe gjithashtu kemi një iftar në Shkup me 26 në një hotel të ri Old Stone në Shkup. Do të kemi një iftar për 80 jetima që janë në listat tona të El Hilalit dhe gjithashtu një iftar është organizuar edhe në Struk, dega e organizatës humanitare El Hilal në Struk, për bamirësit nga vendi, për disa student dhe veprimtar, disa hoxhallar kanë organizuar një iftar ku kanë marrë pjesë dhe një numër të konsiderueshëm të nevojtarëve nga Struga. Dhe në fund të Ramazanit është planifikuar një iftar në Gostivar, domethënë Ramazanin të përmbyllim si vjet me 5 iftare të përbashkëta. Shpresojmë se mbi 500 pako me artikuj ushqimor për 500 familje do të mlohet, a gjithashtu gjatë Ramazanit janë ndarë edhe në ndihmë të njëhershme financiare. Ne kemi donatorë dhe bamirës që e zgjedhin El Hilalin, nuk them se ne jemi organizat më të besueshëm, kuptohet, nuk themi se organizatat tjera nuk po funksionojnë, por pasi që ndoshta edhe shumë vite që qëndroni, ju tregoni seriozitetin, qëndrueshmëria e organizatës, pastaj çdo herë ndoshta transparenca, transparenca, llogaridhania, motivimi i të rinjve nga njëra anë, kontaktet me bamirësit, aktivitetet të ndryshme kulturore, programi pasur vjetor, kemi 11 aktivitete gjatë vitit. Do flasim pastaj pak edhe për aktivitetet tjera. Domethënë këtë këto janë me siguri rezultat që na besojnë edhe ne ndihmat e njëhershme, me siguri ato janë pjesë e zeqatit të bamirësve, japim jetimve. Domethënë në iftarin me rastin e Ramazanit që me 26 do të jepet në Shkup dhe me 21 në Tetov, do të përgatiten edhe 100 plikome nga një ndihmë të njëhershme, një sasi të konsiderueshme. Në dalje do të kenë grupet tona synuese, të them, sepse ne jemi për ata pasuri. Unë çdo herë them, e nderuara Xhanan, se nuk është pasuria, nuk është të kesh, të marrish. Pasuria është të japësh. Ajo është për ne pasuri dhe në kjo moto gjithmonë ka qenë, e ka përcjell punën e El Hilalit. Sikurse e ka përcjell ajo sintagma hyjnore, në më i miri në mesin e njerëzve është ai i cili bën punë të mira për njerëzit. Dhe ashtu siç thash më para iftarët, do të thuhet thjesht, mund edhe një teleshikues ose eventualisht një dashamir të thotë, po mirë be 1 natë ose 2 nete ose 5 net i ushqeni fëmijët, jetimët ose grupet tuaja qëllimore, po çfarë fitohet? Fitimi është i madh, sepse nuk është çdo herë, ashtu siç thash, qëllimi ta ngopim barkun, ta ngopim shpirtin. A Ramazani ofron atë bukuri, sepse humaniteti është një vlerë e çmueshme, pa të cilën njerëzimi nuk mundet. Pa humanitet, pa solidaritet, njerëzimi nuk ka kuptim sot. Dhe në këtë drejtim ne edhe inspirohemi nga
nga postulatet tona shpirtërore që të bëjmë humanitet. Në librin ton të shenjtë, humaniteti përmendet në shumë vende, në traditën tonë e lavdishme që i dërguari i fundit i Zotit Muhamedi a.s. na ka lënë atje humaniteti zë një vend të rëndësishme. Unë mendoj se muslimanët njihemi më së shumti edhe për humanitetin. Absolute. Dhe andaj është një kënaqësi e veçantë. Ja, unë edhe krahas aktiviteteve kulturore, akademike dhe kështu me radhë, ngopem, pasurohem, fisnikrohem kur jam pjesë e El Hilalit dhe që drejtoj organizatën e cila ka një emër në këto treva, ka një background dhe shpresojmë se do të vazhdoj edhe pas neve me këtë të jetë adresa e humanitetit të bamirësisë në Maqedoninë e Veriut, jo vetëm kuptohet edhe më gjerë. Edhe më gjerë. E përmendet se jemi në mesin e Ramazanit dhe 2 javë do kalojnë sa hapen mbyllësyt, në vije edhe i bekuari Ramazani, po ashtu një fest për gjithë muslimanët. Jam e bindur se edhe për Ramazan keni pregaditur diçka. Për Ramazan Bajram. Për Ramazan Bajram kërkojnë vjesë, sepse Ramazan jemi dhe për Bajram keni pregaditur ndonjë aktivitet. Gëzimi i Bajramit, i festës së Bajramit ka një rëndësi të papërshkruar, kuptohet. Ashtu si që ngopemi, gëzohemi me iftarët e Ramazanit, me syfyrin, me lutjet e Ramazanit, Bajrami është një kunore e Ramazanit e cila kompletohet i gjithë Ramazani, dimenzioni i njerëzillukut dhe kështu me radhë. Jo rasisht në atë gëzim, kur gëzimi ndahet me njerëz veçanërisht nevojtar, ai gëzimi i Bajramit edhe për ne shtohet, zmadhohet, ashtu si që unë çdo herë ju kam thënë se gëzimi kur ndahet shtohet, ashtu kur dhimbja kur ndahet paksohet, ashtu. Është një metaforë ndoshta, por është shumë e qelluar. Dhe në këtë drejtim ne prej tani në përmes një donatori, një bashkëadhetari ynë nga që është në punë të përkohshme në Gjermani, është nga fshati Radush, ka siguruar për 200 fëmijë veshmbathje për Ramazan. Edhe ne jemi marrë vesh me një kompani këtu që do t'i veshim 200 fëmijë me gjaketa, me bluza, me pantallona, jo komplet ndoshta, me këpuzë dhe kështu me radhë. Dhe gjithashtu për 50 familje kemi planifikuar të ndajmë pakot të vogla, domethënë artikuj për përgatitjen e ambëlsirave. Enkas, do më thënë, nuk dërgojmë baklav, nuk dorëzojmë sheqerpare, por pregadisim atje prej migellit deri te tlyni dhe kështu me radhë, sheqeri dhe jepet. Tani për tani këto 2 aktivitete nga seli e organizatës janë siguruar për Bajram, por ama kemi deri në Bajram 15 ditë. Sigurisht do del edhe diçka. Nuk dihet, humaniteti është plot me befasi. Nesër qohoni edhe del një surprizë e radhës që edhe juve befason, por ai që është me rëndësi gëzon edhe fëmijët dhe familjet nevojtare. Do të thotë shkurt edhe Ramazani, por edhe ajo kunorja e Ramazanit, festa e Bajramit, e Ramazan Bajramit, janë një sprov për ne, për aktivistët, por edhe për ata që kanë, që duhet atë që kanë të ndajnë me ata që nuk kanë. Ashtu si që tash në fillim, këtu është ajo metafizika e veprimit, tu është ajo esenca e bukurisë shpirtërore. Do të thënë, nëse nuk merr kuptim jeta, ti të kesh vetëm mos ta ndajsh atë me atë që nuk ka. Dhe në këtë drejtim shpresoj se
ashtu si që thash, ne nuk kemi organizate vetme, dhe më thanë që veprojmë në Maqedoni, sektorit civil është mjaft i pasur, në Maqedoni kemi organizata të ndryshme të bamirësisë, dhe se cili e bën punën e vetë. Në fund, kjo është një garë në punë të mira, në garë në punë të hajrit. Ku të ekzistojnë kështu gara? Por është ajo që neve na gëzon shumë, ajo që neve në El Hilal na bën të ndihemi krenar, është fakti se kemi një respekt të veçantë, kemi një besueshmëri dhe kemi një bashkëpunim me organizatat si motra, dhe më thënë, asnjëherë nuk... Që doja të pyesja, keni bashkëpunime me? Po kemi do njerë, kuptoj, ja, për shembull, nuk do të dal pak nga aktivitetet e Ramazanit, me siguri edhe ju e keni parapar. Ne, ashtu si që thash, kemi 11 aktivitete programore gjatë vitit. Pak të ndalemi, pa tjetër. Do të thënë, viti fillon me shënimin e 7 marsit, vazhdon me aktivitetet e Ramazanit, pastaj vjen Bajrami, festa e Bajramit, pastaj Kurban Bajrami, ndarja e mishit, vjen synetimi i fëmijëve, çdo vjet prej 200 deri 300 fëmijë komplet synetohen dhe veshen me rrobe të synetisë nga ne, po, në bashkëpunim me disa komuna dhe organizata në Turqi. Ajo është një projekt jashtëzakonisht i madh. Ne organizojmë një darsëm në Kalan e Shkupit me prezencën e 1000 njerëzve, familjarëve të fëmijëve, organizohet koncert me këngë, me valle, me ilahie dhe me lexim të pjesëve të Kuranit familjar, bëjmë fjalime me mesazhet konkrete. E pastaj kemi si aktiviteti i 5 është edhe ndarja e çantave dhe pajisjeve shkollore me rastin e fillimit të vitit. Çdo vjet prej 500 deri në 2000, varësisht sa është numri, sa është mundësia e sigurimit të çantave. Dhe pastaj kemi gjithashtu një aktivitet programor, ndarje e bursave studentore. Dhe ne kemi mbrit deri me 60 student, rekordi është në El Hilal, por minimum kemi pas 15 student, 15 student, asnjëherë gjatë tyre 22 viteve nuk kemi ndalur, dhe studentët i gëzojmë me nga një bursë çdo muaj, e cila bursë i jepet në 2 kiste. Pastaj kemi ekskurzion për fëmijë, kemi gjithashtu një aktivitet programor është organizimi i shëtitjeve, ekskurzioneve, dhe më thanë edukativo-arsimore, ma tepër i dërgojmë fëmijët në Turqi. Pastaj është dhurimi vullnetar i gjakut, që është një aktivitet, ndoshta si çdo herë El Hilali ka filluar çdo herë me nismën, tash bëjnë edhe organizata dhe shoqata tjera, por për herë të parë para 28 viteve ne kemi filluar dhurimin e gjakut dhe organizojmë gjithashtu me rastin e vitit të ri islam një ngjarje, një manifestim madhështor në Çarshinë e Shkupit, ku ndahet ajo ëmbëlsira Ashure dhe organizohet një koncert me këngë dhe me vallë popullore. Do të thonë, këto janë aktivitetet lëvizjet që japin një dimenzion polivalent në aktivitetet e El Hilalit. E kemi atë kënaqësi që do një her pas here, jo çdo vit, organizojmë edhe panel diskutime, promovime të librave, tryeza të rrumbullaktë dhe kështu me radhë. Me një fjalë jeni gjithmonë këtu. Po, jemi gjithmonë këtu. Prandaj është, domethënë, e patëm fjalën se në këto aktivitete, në krejt këto aktivitete, Ramazani zë një vend të veçantë. Prej vitit 1991, prej kur jemi themeluar, e deri më sot nuk është ndalur asnjëherë, nuk janë ndalur organizimet gjatë muajit të Ramazanit. Ajo që përsëri na bën krenar si El Hilal, ne për herë të parë në Maqedoni në vitin 2002 kemi filluar me iftare të organizuar çdo net. 5 vjet kemi dhënë 30 ditë
gjatë tërë muajit të Ramazanit iftare në 2 lokale, njëherë në lokalin Princ në Shkup, pastaj në lokalin Hirdha, e pastaj u ndërprej ajo nga 15 filluam, e tash ajo traditë vazhdon me 5, me 6, me 7 iftar. Jemi në fund të emisionit dhe këtu patjetër e kemi të ndërprejmë emisionin edhe pse një bisedë ishte shumë e bukur, shumë koncize dhe shumë e qartë për të gjitha ata që na shikuan. Unë uroj që aktivitetet dhe humanizmi juaj të shtohet, të ekziston jo edhe 34 vite, po edhe 340 vite, siç e thatë edhe nga pasardhësit me më shumë vullnet, me shumë dashuri, shumë humanizëm, shumë fisnikri. Ju përgëzoj për punën që e bëni, për dashurinë që e keni ndaj punës dhe për humanizmin dhe më së shumti për atë buzëqeshje që ju a jepni nevojtarve, fëmijëve me nevojë, skamnorëve, jetimëve, kur më së shumti ata ka nevojë. Po, faleminderit shumë. Pikërisht, domethënë humaniteti dhe aktiviteti humanitar nuk është vetëm të jepet, aktiviteti humanitar është e fjala. Fjala e dhënë është një borxh që nuk mund të shpërfillet, nuk mund të anashkalohet. Çdo herë kur japim fjalë në humanitet se do të merë ndihmë, ne bëjmë çmos që ajo ndihmë të dorëzohet dhe ajo buzëqeshje në fytyrat e atyreve që e marrin ajo nuk ka të paguar. Nuk ka alternativë dhe mendoj se ndjenje e humanitetit në këto treva do të vazhdoj edhe më tutje. Ju faleminderit. Miq të dashur, pra ishte edhe këto e tëra që arritëm që të përgatisim për sot. Këtu e përmbyllim edhe javën, këtë javë të 2 të muajit të shenjtë të Ramazanit. Unë ju uroj një vikend të bukur, një vikend të këndshëm për plot energji pozitive. Është mirë të punoni me veten, të jeni sa më pozitiv për mirëqenien tuaj dhe për të gjithë atyre që ju rrethojnë. Shfrytëzoni këtë kohën e mirë, dilni, argëtoni jashtë, bëni edhe merrni rrezet e diellit, merrni vitaminën D, merrni një libër, lexoni, pasurojeni veten, kokën tuaj dhe mos harroni të ndihni ditën e hënë nga ora 8 deri në ora 10 pikërisht në servisin publik të Gjuhës Shqipe, drejt për së drejti pra këtu në TVM2 me ne edhe ekipin e ritmit të ditës. Deri të hënën, mirupafshim dhe mirëmbëqjet.